të jetë një situatë kalimtare, se me njëherë muaj prill do të startoj me temperatura shumë të larta. Parashikohet që në ditët e para të tij të ketë krejtësisht ndryshim. Megjithatë, fundi i marsit do të ketë ende reshje dëbore, edhe pse të pakta do jenë në zonat e juglindjes, do të ketë dhe verilindja. Nuk ka sinjale për momente që kemi ndonjë fenomen ekstrem dhe do të thoja që nuk është një gjë e jashtëzakonshme sepse kemi patur raste, kemi patur dëbore edhe për gjatë prillit, jo vetëm për gjatë marsit, kështu që nuk është një gjë. Kot nuk thonë, pranvera me një lule nuk vjen, Lajda, kështu që me sa duket duhet të mësohemi me pranver të ftohtë në ditët dhe ndoshta në vitet në vijim. Do thoja që duke qenë se muaj mars do të jetë relativisht mjaft i freskët dhe prilli mjaft i ngrohtë, dhe sidomos që në fundin e prillit, po them ditësh i fundit, menjëherë do të na duket si temperatura vere, do startoj shumë më shpejt plazhi, do të kemi pa diskutim pafundësisht shumë ditë me diell, sepse ne kemi parë në fakt që nuk shijojmë verën vetëm në muajt e verës. E fillojmë që në pranver verën dhe më pas merr shumë edhe nga vjeshta. Kemi parë që shtatori nuk ka fare tipare vjeshte, po menjëherë vijon plazhin në shtator, ka patur raste gjërë në tetor, kështu që na pret një periudhë mjaft e nxehtë pasi të mbyllin këto le të themi nuancat e dimrit që kemi tani. Po, sepse ne jemi mësuar që në fakt muajin prill e kemi patur kryesisht të lagësh, të ftohtë, për shkak të pashkëve, për shkak të plakave, siç e quajmë ne, Lajda. Ndërkohë që ajo që po. Do të ketë edhe nuanca të reshjeve edhe prilli, nuk është shumë i lagësht krahasuar me vitin e shkuar ose para një viti, por do t'i kemi prezente reshje dhe në fakt nëse bëjmë një krahasim ose një panoramë akoma më të gjerë gjatë gjithë pranverës, kryesisht marsi, prilli, por edhe maj, është e fokusuar që sistemi ose aktiviteti më i lartë i atmosferës është i fokusuar pikërisht në brigjet e mesdhetare.